situatë. Nuk mund të shkojmë në këtë lloj situatë. Në vetvete, nga fakti që do të ketë një operator, ajo që kemi që është thënë që në kryet e herës, kujtoj që në prezantimin në fakt të kësaj nisme, që gjithmonë prezantohet si një reformë, çdo nismë e tillë e ndërmarrë nga qeveria shqiptare, është thënë atë kohë që gjatë verës, kujtem, bashkitë do të jenë klientë në fakt të shtetit, pra hiqet pushteti, kemi folur në atë kohë se si hiqet pushteti edhe një tjetër pushtet bashkive dhe i kalon te pushteti qendror. Agjencia Kombëtare. Thënë ndryshe tani, ne kemi parasysh që kemi në këto momente që flasim, se pikpyetja është edhe kjo që ngrihet, që si do të kalohet nga ky moment kur ne kemi disa kontrata që lidhen me çështjen e famshme të inceneratorëve, për të kaluar në këtë marrëdhënie të re të pushtetit vendor me pushtetin qendror, nëse kjo në vetvete do të ketë të tjera kosto për qytetarët shqiptar, se ky është thelbi, se nuk shqetësohet njëri se çfarë do të thotë për kompaninë apo nëse do të ishte nga aparat personale të personazheve të qeverisë shqiptare. Ndjes që u zgjata. Tani i thën këtë, në një nen të kontratës kompanisë koncesionare, thuhet saktësisht në pikën 1 dhe më lejo që ta lexoj. Përbën atëherë veprim shtetëror thelbësisht në kundërshtim me kontratën është, dhe po lexoj vetëm pikën 1 sepse në gjykimin tim kjo lidhet me projektligjin aktual, me ligjin aktual tashmë. Përbën abuzim të pushtetit qeveritar ose është diskriminues nga vetë natyra apo efekti që krijon ose është i papajtueshëm me ligjin në fuqi në lidhje me operatorët e energjisë elektrike dhe krijon pengesa apo dëm, thuhet, dhe çdo veprim i cili bie në kundërshtim me këtë kontratë do të çonte në pamundësi koncesionarin për të realizuar detyrimet kontraktore dhe kalon pjesën poshtë dhe lidhet pikërisht me kushtet, pra me këtë marrëdhënie që po flasim ne për kalimin nga ky moment që lidhet me pushtetin vendor tek pushteti qendror. Thën këtë, a jeni ju të shqetësuar se pikërisht kjo pikë e kontratës mund të bëjë që kompania koncesionare të fitojë arbitrazhin, po themi, dhe do të kenë tjera para? Pa diskutim, po, është shumë e drejtë ky argument. Se ndoshta e era shumë gjatë. I trajtuar nga ana juaj, po unë do të shtoja, Armela, nëse më lejo, që kjo agjenci me kapital shtetëror që do të quhet AKEM, do të ketë... Ja, një moment, një ndryshim në legjislacion ose në aktet nënligjore, se nuk dua të jem gabim. Një ndryshim në legjislacion ose në aktet nënligjore që ndikojnë drejt për së drejti ose në mënyrë indirekte në realizimin e objektit të kontratës, pra që lidhet pikërisht me këtë që po themi. Ndryshimi. Është një ndryshim? Po patjetër që është ndryshim, por çfarë ka bërë? Kjo kompani ka uzurpuar, do të thoja, funksione jo vetëm të kompanive koncesionare, po ka uzurpuar funksione të IMT-s, të Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit, kompetenca të mirëfillta që i ka tashmë, dhe jemi në një lloj kontradiktoriteti midis Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit dhe AKEM-it që po krijohet. Po do të kemi gjithashtu dhe cënim të autonomisë vendore. Po ndërhyet në mënyrë autokratike, qoftë edhe me bashkitë. Kjo pikë e kontratës, pika I që po themi, na paralemëron ne që do të ketë kosto të tjera shtesë, sepse kompanitë koncesionare, cilat kanë marrë përsipër pjesën e incenerimit apo të landfillimit, mund ta padisin për dëmshpërblim qeverin në lidhje me marrjen e... Se ne dhe kostot aktuale nuk i dim. Dhe kostot e këtij ligji të ri, ne ende nuk i dim, nuk i kemi të zbardhur as të çfarë do të ndodhi në vetvete. Përveç kësaj që ju përmendët. Nga 70 euro deri 170 euro. Pra nga 25 që jemi, do shkojmë 170 deri 170 euro. Po, ajo që ka thënë dhe zoti Montezi në këtë studio. Domethënë nga 3 fish deri në 7 fish. Dhe kjo lë shkas për abuzim, sepse në fund fare kjo pretendohet që masa e fitimit, thot, e këtyre kompanive do të jetë shumë e vogël. A mban përgjegjësi shteti shqiptar, qeveria shqiptare, zoti, se nuk dua të kaloj nga ky moment, se është moment shumë i rëndësishëm dhe ky që ka të bëjë me